Të dashur miq, me dhimbje të thellë ju njoftojmë lajmin e trishtë se këngëtari i dashur shqiptar, Shpat Kasapi, ka ndëruar jetën në moshën vetëm 40 vjeçare. Sipas mediave në Maqedoni, ai u godit nga një atak në zemër në orët e para të mëngjesit të sotëm dhe, pavarësisht përpjekjeve, nuk arriti të mbijetojë. Shpati ishte një nga zërat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur në Tetovë, më 1 maj 1985, ai vinte nga një familje me traditë muzikore, gjë që e frymëzoi të ndiqte rrugën e artit. Që në fillimet e viteve 2000, ai u bë një simbol i rinisë shqiptare me stilin e tij modern, këngët ritmike dhe energjinë që e përcjellte në çdo performancë. Ai na ka dhuruar shumë këngë që u bënë hite dhe që sot i këndon çdo brez, muzikë që do të vazhdojë të jetojë, pavarësisht largimit të tij të parakohshëm. Në rrjetet sociale po vërshojnë mesazhet e ngushëllimit. Një fans shkruan: Shpat Kasapi, një prej ikonave të muzikës shqiptare, sot lajmi i tij i ndërjes na la pa fjalë. U prehtë në paqe, legjendë. Muzika jote nuk do të shuhet kurrë. Ju lutemi, miq, lini një koment me ngushëllimet tuaja dhe lutjet për familjen e tij në këtë moment kaq të vështirë, dhe mos harroni të abonoheni në kanalin tonë për të shpërndarë këtë mesazh ngushëllimi.